Tragjedi në Itali, 37 vjeçari shqiptar përplaset nga treni ndron jetë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e dieshëm 10 mars në Milano. Sipas mediave italiane, një 37 vjeçar me origjinë shqiptare është goditur nga treni. Aksidenti ndodhi rreth orës 10 në linjën hekurudhore midis Via Imbonati dhe Via Valeggio. Në vendngjarje kanë ndërhyrë menjëherë ekipet e shpëtimit, por fatkeqësisht 37 vjeçari shqiptar ka humbur jetën. Sipas policisë, burri po ecte përgjatë argjinaturës hekurudhore dhe ju afrua një treni në lëvizje. Policia italiane po heton për të përcaktuar shkaqet e tragjedisë.